Të hënë, miq të dashur, një ditë shumë interesante kjo pas një fundjavë spektakolare në kuptimin e keq të fjalës. Jemi mësuar të jenë spektakolare për keq fundjavat tona, miq të dashur, sidomos ato ditë që ndodhin ca çuditëra të vogla. Kemi parë gjatë kësaj fundjave 3 statuse nga kryetari i bashkisë i burgosur dhe sigurisht 2 intervista të zhvilluara me inteligjencë artificiale, edhe pse kushdo që e këshillon duket se më shumë bazohet te budalliku natyral sesa te inteligjenca artificiale. Ka dhënë intervista nga burgu kreu bashkisë dhe vetëm te njëra nga ato ka thënë sa ka Velia që është i arrestuar 3 javë ka? Aq do të ketë 3 javë. Dhe në 3 javë ka bërë aq gjëra sa duhen 6 muaj për t'i bërë. Ose ne kishim kryetar bashkie një mbi njeri. Sidoqoftë, miq të dashur, ka qenë sigurisht fundjavë gënjeshtrash për shkak se ka filluar pak fushata dhe kemi dëgjuar ca gjëra spektakolare nga ana e majorancës dhe e qeverisë, sigurisht, sepse ata janë të detyruar, ata janë në pozicion sulmues, janë detyruar të gënjejnë, ta trashin fare gënjeshtrën. Ndaj i ngacmuar nga këtë çështje, pyesin veten, miq të dashur, se cila është ajo situatë, ose më mirë, ta perifrazoj ndryshe, cili është ai premtim që do ju bënte të votonit. Cili është ai premtim që ju prek nervin dhe sigurisht do ju bënte të dilit nga shtëpia të dielën e 11 majit dhe të votonit. Çfarë kërkoni nga përfaqësuesit tuaj, cila do të ishte ajo pikë që me sa duket është neglizhuar, ndoshta anashkaluar deri tani. Ndërkohë, me që jemi te gënjeshtrat e trasha, Belinda Balluku e shkreta ka folur për energjinë, edhe pse nuk e di, nuk arrit dot ta imagjinoj Belinda Balluku që flet për energji, sidomos duke pasur parasysh që skemat 5B të Belinda Ballukut në të gjithë Shqipërinë kanë qenë një përfitim i llatarshëm, një vjedhje galopante në kurrizën e taksave të qytetarëve, por mbi të gjitha vjedhja ime e preferuar nga ana e Belinda Ballukut është patjetër Tigri 1 dhe Tigri 3, cilin e kemi sqaruar te plugu në mënyrë shtëruese. E habitshme është që prokuroria e posaçme ende s'ka kryer asnjë veprim ndaj zonjës Balluku. Provat edhe po ti han Tigrat 1 dhe 3 nuk i zhdukin dot, por ta shohim pak me foto se çfarë tha Belinda në këtë fundjavë, akuzoi opozitën për një projekt energjetik të dobët. Nëna e errësirës, programi i PD-s për energjinë, Balluku thotë është rikthim te dritat e Kanetës. Se ngatron pak Balluku, ndoshta nga që ka qenë në Greqi në atë periudhë, nuk e ngatron kohën e generatorëve, që ishte koha, ka qenë një drejtor i keshit Andi Beli, po ka qenë i nanos ai. Kot nanos, kishim 6 orë drita në 24 orë ditë. 24 orë dita, 6 orë drita. Dhe atëherë doli dhe shpreha e famshme kesh ku ta kesh, nëse e mbani mend. Nuk është fjalë e pisët, se s'tash asnjë fjalë të pisët në një fjali që thjesht kishte një rim shumë interesante, kesh ku ta kesh. Ndërkohë, Balluku që na propozon një program energjetik që na bën të shkëlqyer, besoj ju kujtohet gjithëve kur doli bashkë me Ramën, ishin veshur të dy me zeza. Se këta janë si çifti Beckham, që thoni ju, që vishën njësoj. Ju kujtohet Beckham që visheshin të dy me Leila, të dy me të bardha, edhe Rama me Ballukun. Vishën tamam si David dhe Victoria Beckham, me xhaket dhe këmish ai, me xhaket dhe këmish kjo. I gjithi me zeza ai, e gjitha me zeza dhe kjo. Dhe na thanë që kujdes, do të shpallim emergjencën energjetike, krizë energjetike keq fare, gjithë bota do shëmbet, nuk do ketë më energji elektrike. Sa filloi lufta në Ukrainë atëherë, dhe për këtë tha, do bëjmë sakrificën më të jashtëzakonshme, do blejmë 2 rangallet më të marume të vendit më të marum të botës në çështje energjetike, siç është Bangladeshi, dhe morën për sa $100 milion. Do të thënë ato rangallet, Tigri 1 dhe Tigri 3 që kishin ca vite që s'punonin, do të thënë para se t'i blenim ne kishin 3 vjet që s'po dinin si t'i çonin për skrap, sepse që t'i çonin ato për skrap në Bangladesh, duhet që firma që i kishte t'i paguante shtetit të Bangladeshit $97 milion taksa. Dhe te kontrata që kishte ajo firma me shtetin e Bangladeshit, kishte vetëm një zgjidhje që mos t'i paguante $97 milion taksa, ishte që t'ia hiqte qafe shtetit Bangladeshit. Kush u fut në lojë?
për të shpëtuar shtetin e mbaruar të Bangladeshit. Sigurisht që ne dhe bëm sikur bëm një tender, patjetër me shkelje. Kemi një 3 vjet që i kemi aty, patjetër me shkelje. Tani thot ajo do i blejmë ato. Sigurisht me shkelje, ndërkohë që nuk kanë prodhuar ende sot, pavarësisht se na kanë ikën 100 milion euro, edhe 100.000 euro dita, nuk kanë prodhuar asnjë kilowatt. Ja ta dëgjojmë për shembull. Kjo e njëjta Belinda, e jep edhe një herë foton, lutem. Kjo Belinda që ka hallin se mos na çon në errësirë opozita, dëgjoni pak me veshëtuesi çfarë na ka bërë. Dhe kanë bërë aksione që ne nuk e prisnim që një kompani komerciale mund të bënte, edhe duke humbur ndoshta para. Por ti rikthehemi kostove dhe ndjekjes së parave. Ku shkojnë milionat për mbajtjen e këtyre anijeve tec? Sipas të dhënave teknike, këto anije duan 25.000 ton HFO në muaj, pra thonë edhe më thjesht, ky tender i fundit i kesh për blerjen e 21.000 tonëve naftë në vlerën 11 milion euro është kosto që do vidhet nga xhepa tanë çdo muaj që të prodhojnë këto anije energji me një çmim 160% më të lartë se tregu. Në vijim të projektit të asetit gjenerues termik Vlorë, duke vlerësuar kosto fikse minimale për një vit, rezulton se kesh ka shpenzuar deri tani 40 milion euro pa prodhuar as 1 megawatt energji. Deri në këtë moment të investigimit, jemi të qartë se kemi të bëjmë me një aferë të pastër korruptive.